Vëllezër, zgjedhja e shoqërisë është një nga elementet e domosdoshëm, sepse njeriu nga natyrshmëria që Zoti Xhelle Xhelalu e ka krijuar, ai patjetër do të zgjedhë shoqëri, do të zgjedhë miq. Dhe për këtë arsye vijnë këto këshilla në Kur'an që njeriu nga që nuk rri dot i vetëm, sepse vetmia konsiderohet si burg për të, dhe patjetër kërkon që të shoqërohet. Vijnë këshillat në Kur'an, gjithashtu dhe në sunetin e profetit alayhi salatu selam, që ai ta zgjedhë shoqërinë me qëllim që t'i bëjë dobi, se nëse nuk zgjedh shoqërinë dhe ndeshet me një shoqëri jo të mirë, padyshim që do të jetë viktimë e kësaj shoqërie dhe padyshim do të jetë për njerëzve të dështuar si në këtë botë dhe në botën tjetër. Vëllezër, sidomos rinia që e ka më të domosdoshëm shoqërinë sot, dhe ne ndeshemi sot në një kohë që rryma të ndryshëm që përballemi ne sot janë të pafund. Qoftë kjo e krimit, qoftë kjo e drogës, të epsheve të ndryshëm, por edhe brenda llojit. Pra edhe brenda besimit që vinë disa që pretendojnë se dinë diçka për fen, të cilët janë rryma të humbura dhe sekte të humbura të cilët vinë dhe përhapin ato mendimet e humbura dhe të kota me qëllim që t'i devijojnë besimtarët. Muslimanët duhet të jenë të vetditur dhe duhet të jenë të mençur që shoqërinë që ata ta zgjedhin të jetë shoqëri e devotshëm, shoqëri e hajrit i cili i bën dobi atyre në këtë botë dhe në ahiret. Të distancohen prej gjithë tyre, por edhe atyre rrymave të cilët janë brenda që merren duke shajtur ose duke përgojuar hoxhallarët, të cilët thonë jo, nuk din, ose janë të humbur, njerëz të tillë dhe hipokrit të tillë dhe njerëz të humbur që kanë qëllimin për t'i larguar muslimanët nga besimi, nuk duhet bi muslimani viktimë e këtyre njerëzve të nyt, e këtyre njerëzve që natyra e shëndosh, kanë neveri t'i ngjoj këta njerëz, por në të njëjtën kohë duhet kuptojmë se këta hoxhallar janë trashëgimtarët e profetit alayhi salatu selam. Profeti alayhi salatu selam thot se trashëgimtarët e profetëve janë hoxhallarët, njerëzit e ditur. Dhe padyshim se ene Zoti Xhelle Xhelalu na tregon Kur'an kur thot se njerëzit të cilët e kanë frikë Zotin janë hoxhallarët. Dhe profeti alayhi salatu selam thot trashëgimtarët janë po këta, që kështu dhe historia na ka treguar se këtë fe po këta njerëz e kanë përcjell. Por hipokritët që në kohën e profetit, edhe sot e kësaj dite, edhe kështu me radhë vazhdojnë që t'u arrëzojnë reputacionin dhe respektin hoxhallarëve me qëllim që njerëzit mos të ngjojnë dhe mos përfitojnë për tyre, sepse këto hoxhallarë nuk flasin për fiskultur, as për matematik, as për fizik, po flasin vetëm për fenë e Zotit, çka thot Allahu në Kur'an dhe çka thot profeti alayhi salatu selam në sunet. Dhe njerëz tillë të cilët flasin nuk duhet të gëzojnë respekt dhe as nuk duhet të kenë vend në mezin e muslimanëve. Por ne duhet që të largohemi prej tyre dhe duhet që të zgjedhim njerëz të duhur dhe të prezantojmë në ato ligjeratat e këtyre hoxhallarëve të cilët flasin dhe mbajnë nëpër xhamia me qëllim që ne të ruhemi prej këtyre rrymave të ndryshëm dhe prej këtyre sekteve të ndryshëm dhe prej këtyre devijimeve me qëllim që të mbajmë zemrën tonë, shpirtin tonë në këtë besim, sepse fitnet janë të shumta dhe patjetër që muslimani nuk mundet të përballet me këto fitne vetëm se duke u ulur dhe duke mësuar dhe duke ngjuar për këtyre hoxhallarëve të cilët u flasin njerëzve besimin dhe fen. Elusim Allahun Xhelle Xhelalu që të na ruaj ne dhe shoqërinë tanë nga këto rryma dhe nga këto devijime të humbura, dhe elusim Allahun Xhelle Xhelalu që të na ruaj edhe fëmijët tanë, dhe elusim Allahun që të na i falë mëkatet tona, dhe elusim Zotin Xhelle Xhelalu sikurse na bashkojnë në këtë vend, na bashkojnë në xhenetin e tij Firdaus. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.